Gleichfalls, danke. There might be something I forgot, but all I know is that I miss you a lot, a lot. 7 days of eternity, 7 days in another country. Every cell screams stay right here in my life. Përshëndetje YouTube-in dhe mirë se erdhët. Tani po I kuptoj dhe unë të gjithë njerëzit që thonë në Gjermani që lodhen, edhe jeta ju duket shumë monotone, s'ka faj. Ik në punë, hajde na puna, ik me vrap aty se të vete vonë për punë. Ik atje se ikën vonë për punë, gjithë ditën mendon, vetëm se si do të vej vonë për punë. Jetë koti. Që e kemi punën, por prapë... E kuptoni ju qa duat të them. Shikoni si, ka marrë baget me piper sipër edhe me krip, po është e preferuara ime, po shikoni si e kam ngrenë në makinë. Po ta shofi janë si e ka bërë makinë me sardinja buke. Hajde duroje, pastaj, si gjithmonë, ditë treku e shtun, edhe unë jetën time të zakonshme, iki vetëm për këto domate, sepse gjithë kjo qese kushton vetëm 5 euro, edhe është gjitha me domate bio. Shikoni? Sa të bukura që janë, janë ngjyra të zezë, të bardhë, të kuqe. Këto domatet, o zotëra, fshat, domate. Tek tregu që janë fermerët të gjithë, mora dhe tranguj, këto ishin 4 copë 3 euro, janë kështu tranguj tamam baçeja, mora dhe një papaja. Arsyeja pse vajta është të bëra një kthim, gjithmonë unë I të shtunën për të bërë kthime që ble online. Bleva një bluzë, mendova se ishte pambuk, por ajo ishte sintetik, po ishte sintetik nga e keqa, që 2 pika tjerë së mba nërë se kur ke një vit pa u larë. Edhe për atë arsye vajta, ktheva atë, mora dhe një papaja. Tashi, do heq këtë bluzën, do ha pak buk. Kjo bëhet shumë mirë kjo bageta, ta bësh me krem djathi, edhe kjo. Edhe çaj liv si bën ato, I bën kështu si qep të vogla, po unë s'kam si ato që kështu vetëm me krem djathi do e haj. Do bëj dhe një copë për me vete dhe do hike në punë. Ky ishte outfiti im, mora dhe këto xhinse që janë shumë të bukura, se janë balun jeans, po pa qenë shumë balun. Edhe unë ble xhinset shumë kjo ngjyrë, sepse është edhe uniforma ime punës. Domethënë në punë mund të vesh vetëm xhinse dhe pantallona të zeza, asnjë gjë tjetër, edhe tash që I ke 4 herë në punë më duhen xhinse sepse bëhen goxha pisë të gjunjë, na që rrim ulur në gjunjë ose bëhen pisë lëviz andej këndej. Ai buk, në punë, si gjithmonë. I këndej, hajt këtej thash, s'kam faj njerëzit që thonë mërzitem. Këtu nuk të del koha, sepse ka trafik, do ikësh me makinë. Gjërat nuk janë aq afër, janë larg me njëra tjetrën. Jo do ish në parkim, do dalësh në parkimi, jo ka trafik autostrada, jo kështu, jo ashtu, sepse unë duhet të dal, duhet të hyr në autostradë për t'ikur në punë, edhe ikëm ditën. So baby, I will pack up my things, leave before you would start. Jemi në Düsseldorf, ishim të njëna tregjet më interesante për mendimin tim që bëhet në Düsseldorf. Ka shumë gjëra të bukura të përdorme, antike, po ka jashtëzakonisht shumë gjëra, ne nuk e se blem shumë, blem ja 2-3 gjëra shumë të bukura. Unë bleva një shall, se kisha kohë që po kërkoja një të bardhë. Blem një shumë të bukur për të mbajtur letrat e Bixozit, gjërat shumë. Një të vjetër. Po, shumë bukur, edhe një për të vendosur, jo shandan, për të vendosur qirind. Pastaj hëngrëm ushqim meksikan, piva një tequila on the rock,
Andi po ha kullore. U dej gruaja edhe sot. Po jo. Dje po. Sot po. Po jo. Me ty do merrem. Po jo, mos je po larë me falë zoti. Me ty do merrem unë për ditë. Me gruan do merrem unë për ditë tap. Se me këtë do merresh ti pse more me grundate. Me gruan tap nuk mundem përballoj. Dëgjoni si thot, pse me ty do merrem unë? Edhe Tap, jo edhe se sa thon, merrem unë. edhe thonë djela është ditë pushimi. Tac. Ditë pushimit, nuk lejohet muzika, me thënë të drejtën, po nuk e di se si, paska ven. Ah, po. Po. Paska mund qilë sot. E shef që e tap. Po nuk jam tap, mo thjesht piva i një tequila. A blem edhe gjitha ato disqeste, po i shikoj këtu të makina. Nëse do rëzë. Nuk janë qelësat ato Andi, edhe ti e bërë tap? Jo, po nuk po i gjej se... Se nuk e njeh çantën. Mari portofolio gru, si me fut... Ku di unë? Portofoli Si me fut çantën në çantë, na. I metre e gjysë portofoli. Portofoli me shumë bukur. Mbaje vetë qilësat e tu, pse unë tash me jem... Si s'kam gjepë. Ja, dhe kështu është jeta. Se mra njërë Që si është jeta tap, bostan e zburi kur jam tap. Jo, jo, qa thua shumë. Ikëm njërë, qa. Never figured out. It's a big can of worms. Sometimes it hurts to even think about it. We should throw it out. I see you sitting on that couch again with messed up feelings. Too scared to just admit. We both knew the dog was at our house, but kept it on the outside. But since we called it quits, Kemi ardhur në një park që quhet Wild Park në Düsseldorf. Edhe gjithë ky vendi që po shohim Gjithë kjo pjesa kështu. është dërkucave të egër afrikan. Edhe është pa lek hyrja. Çe ke pse qesh? Kam me lov një delkuce këtu. Kene ti një dërkuce këtu. Një delkuce ka si plia. Pasi e tunova Andi, fjalët e mira që më tha. Po vazhdojmë sepse duam të shohim drenushat. Ca hyrë në fillim kishe drer, por ishin shumë të mëdhenjta, ata ishin të mbyllur, kurse më tutje thonë që ka të lirë. Ne nuk e kemi parë, ishte pa pagesë dhe është shumë bukur dhe është me vërtet super full. Edhe këto tazet e ushqimit bën një euro, domethënë kaq sa ka kjo. Andi ka marrë atë, sepse këtu nuk lejohet që ti ushqesh kafshët. Në ushqim përveç tjetër. Po, edhe mund të marrësh edhe fruta me sa kanë pa unë, njerëzit kanë marrë karrota moll për t'i ushqyer. So baby, I will pack up my things, leave before you would start a riot. Baby, I don't want anything from you but some peace and quiet. Just calm down, alright. Baby, I don't want anything from you but some peace and quiet. Sot unë edhe parku. Kena ardhur me pa burrin. Jo unë dhe burri kena ardhur me pa parkun, po unë dhe parku erdhëm me pa burrin se Sa sa bukur që e ke burrin. Sa bukur që nga tamam. Don't stand in my way. I'm already out the door. Oh yeah, nothing you can say. U hap dangu. Ma mu hapte. Ti tregojmë çam blem sot në treg. Po. Ishte një treg thjesht fantastik, shumë i bukur. Düsseldorfi ka të bukur, ne shahat ty që kemi qenë. Po, kemi rasti. Ne donim t'iknim sot se Andi pa një video të Düsseldorfit dhe tha dua t'ikim në Düsseldorf edhe kishim 8 muaj që nuk shkonim në Düsseldorf. Po. Edhe ne kemi pas shku shumë shpesh me tren. Që kur kemi Jo, edhe marrë me makinë kena shku, ama u bë një periudhë kohë që po s'kena që shku. s'kena shku, Kena kena shku shku në në Holland. Holland edhe në Po, vërdat. sepse është mbyllur kjo këtej. Por gjithsesi. Tregoj Kjo çfarë ishte e fundit që bleva, provoja atje. Ishte e para që desha dhe e fundit që bleva. Po. Është kuror për mua që të më shoj Andi tamam princesh. Tani. Se nuk është kuror. Nuk është kuror ta dhe mund. Po, kjo është për qëri. Po, është për të vënë 4 qirinj të vegjël këtu.
Është shumë e bukur, sidomos në tregë kur I binte dielli, na që ato vizullojnë duket shumë e bukur. Ishte 15, I thash atij 10. Ai tha 10. Po, pastaj veta prapun, se e lash, se ky më tha s'është gjë. Pash një shandan, se t'u tregoj pak historinë, pash një llampë për shtëpinë, zot sa e bukur që ishte. Fantastike në mendje e kam akoma. E ka në Instagram shumë në post. Por ishte 15 kg e rënd. Edhe këtu ne nuk I kemi bërë vid kësaj. Nuk është problemi, mund të vetë t'ja bëjmë vitën, po është pak e gjatë dhe duhet zakonisht për tavana më gjatë. Unë kisha frikë vetëm se ishte shumë e rëndë, ndoshta nuk e mbante tavani, se ishte tërë me kristal. Po jo më gruajo, që është 15 kg sa ma tavani, është të majtë njerëzit sipër, po. Se di unë këtë ide pas. Ideja është që thjesht do asaj t'i bim 200 herë me kokën ditë kena për të ra. Ishte shumë e bukur. Vazhdoj dhe mendoj, 60 euro, ishte tërë me kristal, ishte. Edhe blerë tjerë. Edhe prej asaj frymëzova të marr këtë. Po, I tha fillim 10, dolën bo mi qira, kur shkoj herën e dytë, pak para se me ikni, I tha 15. Po, I thash unë ty më thënë 10 në mëngjes ta marr tek, po deshe. Unë shtërmërua, jo, tha 10 është mirë, thash, okay, thash. Unë për 8 unë njësa, thash që se do të ma lësh 8 tash. Mirë, më tha mu, isha gati t'i kja, mirë, më tha mu. Edhe kështu, bën 4 lisje. Lewandowski, s'prevat një. James Brown, 1. I dyti, Freddie Mercury. Imagjino që ka ble lisje, kisha shukë disa vite pa ble lisje. Ka kërkun po kaseta, por nuk gjepi. I treti, Leonard Cohen, po tamam. Shive? Një nga Cohen, një ka në poshtë makina që ishte... Don... Rova. Ai që këndonte Living on a Prayer. Nuk po m'vjen. Fatikisht kërkova kaseta sepse du me përfute kjo. Ta tregoj una, tash una. Bleva I shallë. Kisha kërkoj që kërkoja një shallë të bardhë, thjesht të bardhë, sepse mendoj që për verë është fantastik, mund ta vesh me një fustan, ta hedh krave, ose një bluzë dhe këta hedh krave, dhe kishte një material fantastik. Ishte një material, është 20% kashmir dhe 20% merinon, 80% merinon, që është një merino, thonë që është një lloj materiali si leshi. Tash nuk jam shumë e sigurt, mos e flas për dalliqe, po 5 euro ishte shalli. Kjo është bluza ime që atë që ma gjeti grua dhe tha merë, tha mos e lerë. Edhe më pëlqej shumë. Është një çift atje. Mos e lerë. Është një çift atje. Mo nuk e di se si do mrije, provova patikisht pak, po s'po mlente I gëllë që ishte ngultje pasqyre se këto gratë janë të mëshme. Një që shetë, më së verdëve. Po, të gjërë se do lajë. Edhe këto janë gjonë. Por mua më pëlqeu shumë kjo bluzja. Thash me një palë jeanse kjo, me pantallona të bardha. Pastaj gjë më e bukur që kam gjetur dhe më antike, po ngrihet ata shumë. Po, shifë është kështu. Është kjo. Është një kuti. Që do ma rregulloj pak andi se ka një defekt. Po, pas ka goxha defekte. Edhe kjo është. Kjo hapet kështu. Tash do ma rregullosh, ka goxha defekte, ti përçaje. Kështu hapet. Edhe prisni se ju nuk e shikoni, po këtu ka gjera. Edhe qa gjera. Një nga këto është, ka një blok që sa të bukur e ka. Blok që krisën të letrat edhe shno pikët kur lu. Është totalisht vintage, po ta shikoni. Edhe ndërrohet bloku, ndërrohet kjo. Po bravo. Jo, kur vëjtë në erë. Se doja të tregoj mu si isha entuziasmuar. Edhe ai shumë vintage është bloku, sa shi se janë zverdur letrat, krejt. Është shumë vintage, vërtet. Ka nevoj për një pastrim të mirë, për një 2 rregullime, por prisni. Ato mendoj se do jenë për Zarat. Këto janë për Zarat, se shife këtu, shife. Ose mund të jetë për cigaret, s'besoj. Jo, pasa 4 copë. Po. Ka 4 si këto. Është një vegël shumë si, edhe me lidhe dhe pa lidhe, edhe shumë cool, edhe shumë. Po nuk e di për qa mund t'jetë kjo në një tavolinë, se jam me këto shënjat e letrave. Shive, qa shkencë I kanë bo. I kanë vonë kështu, do të me e hapë këtë kështu. Shife, pam, kështu. Edhe mora vetëm për 10 euro, imagjinoni sa e bukur, sa kështu e veçantë. Ta pastrojnë. Dalin letrat. Shife ku janë letrat, të mrena.
Janë 32 siç i kanë këto, nuk e di pse janë 32, dhe janë letra pokeri, 32 copë. Ja, që janë. Se janë pokeri, se pokeri duhet këtë... Ato ku janë, o sa të bukra që janë kanë këto. Figurë pas shumë bukra. O, dama. Që janë shumë të bukra, po më duhen numrat poshtë, do të bëj ca letra të tjera, t'ja kështu me atën. Janë shumë të bukra. Edhe kjo ishte 15 euro, po e mora për 10 euro. Këto morëm. Kishte mundësi që të plije pa fund, po kur tregu është kaq shumë i madh, nuk e di pse ne hallakatemi. Edhe nuk duam të blejmë shumë gjëra për shtëpinë, se duam ta ndrojmë shtëpinë. Edhe asnjë gjë s'po bëjmë për ta ndërruar shtëpinë. Po legjenda e ndrimit të shtëpisë. Po, se nuk është se po bëjmë gjë për ta ndërruar, thjesht po shohim, mos gjejmë ndonjë opsion që na përshtatet. Mund ta gjejmë shumë shpejt Lavanovën, po nuk doshim ta merresh Lavanovën. Duam ta gjejmë vetë një herë, të shohim. Po. Shohim Nëse se gjejmë asaj do detyrohemi me marrë Lavanovën. Edhe kjo është shumë e bukur dhe është për të vendosur kështu aty tek ajo, edhe duket me vërtet shumë antike, shumë e bukur. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way, and oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say, and I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. This year I'll think about how I'm so lucky to have. Isha tek Aziatiku dhe mora gjërat e mia, proteinat e mia të javës, edhe duhet bëj një pyetje që kam bërë këto kohë të fundit, se më ndodhi këtu tash. Pse ne të huajt, të gjithë, jo vetëm ne shqiptarët, edhe me shqiptarë më ka ndodhur, jemi kaq shumë të paduruar në radhë. O zoti i madh. Okej, puf në vend, e kupton direkt që ai është i huaj që në mënyra se si mbar radhë. Puf, ndoshta e bëjmë unë, po se kam vërë të vetja. Pastaj, kur të thonë, hap një kasë të dytë, 4 veta në radhë, hap një kasë të dytë, se ke shumë njerëz, ose nuk e di, jemi shumë të paduruar. Gjermanët, chill. Totalisht, deri në fund lagjes tjetër radha, ata njerëz presin, nuk bëjnë zhurmë, me durim, se e kuptojnë që ai personi tjetër ka një gjë që po bën, ka një problem, ka një hall, ndoshta s'ka persona të tjerë të vi. Thjesht kjo ishte ajo që unë kam vënë, duke qenë se edhe në punë, por edhe në përgjithësi nuk jam njëri i paduruar. Edhe një gjë, një shprehje tjetër që e kam shumë bezdiash, pse dele jam mund të rri në radhë. Ti je pjesë e kësaj shoqërie, je pjesë e society, je pjesë e shoqërisë dhe do rrish në radhë dhe do zbatosh normat e shoqërisë si çdo njeri tjetër. Se çdo bashkësi tjetër, në çdo shoqëri ka normat e veta dhe ti do presësh radhën. Pse ai që është i pari aty delesh, ai ti dalësh ti para që ka ardhur në fundit, që kështu s'bën sens. Kjo ishte ideja ime, nuk e di a e keni konstatuar edhe juve, por gjithsesi t'ju tregoj ç'a mora. Mora kët oktapodin që është i prerë. Edhe nuk ishte tek frigoriferi, dhe i thashë ka të kasës, ha kemi, ma shikosh pak në magazin, dhe tha po kemi ta, dhe ma mori. Mora kërkaleca, duke qenë se mendova se s'kishte oktapod, thash po marrë kalamar, por pastaj përfundova me të dyja, dhe me kalamar dhe me oktapod, se thash nuk po i kthej me që jam në kasë. Dhe si gjithmonë, edhe mame që e bëj në darkë si snack, e kam qef me krit, e kam që kështu vetëm një mundesh. Bëra dhe një tales të litli, mora që kuinoa, që ta vë të zjej tashi, ta bëj salat me oktapod, me rukola, me domate, me avokado, me të gjitha, dhe do bëj goxha shumë edhe për vete, edhe për Andin nesër në punë. Edhe kështu.
Kjo është quinoa që unë përdor dhe kam qef, është quinoa me 3 ngjyra. Ua sugjeroj, është goxha e mirë. Dhe si në kollaj. Tash të bëj drekën edhe pastaj të bëhem pagati dhe të ikim në punë. Infatuated, I left the flowers at your doorstep. The heart isn't fading. Just tell me what you wanna do, babe. Just say it. 'Cause baby, I can sell my soul, I could let it go and have you take it away. I want you in my golden hour dream, everything between. 'Cause I just can't help myself but fantasize. Strawberry summer, sugar satellite. You spin my head around all day and night. Send me to heaven when I fantasize. Maybe it's now or never. Can't you see when I look? Pak edhe do iki në punë edhe një 20 minuta. Sot jam në ora 2 deri në orën 9, që kështu kam jetuar në goxha të gjatë. Por para se të ikja, doja të tregoja pak produktet e reja që kam zbuluar për flokun. Të reja të themin se u bë gati 2 muaj që po i përdor dhe para se t'i ndaja me ju, doja t'i testoja pak. Ju e dini që unë kam flok goxha të lehtë për të mirë mbajtur, por kam një skalp goxha problematik. Kam një skalp që më thahet jashtëzakonisht shumë dhe sa më shumë më thahet, më lëshon kështu si copa lëkure të bardha, gjë që më jep shumë probleme, duke qenë se më detyron që ta laj flokun sa më shpesh, dhe sa më shpesh ta laj aq më keq vete situata, që kështu duhet jem shumë e kujdesshme me produktet që zgjedh për flokët, edhe mendoj se kësaj rate kam bërë bingo, kam gjetur produktet e preferuara për mua, do të them perfekte. Janë këto, ka Purity Cosmetic, të cilat janë të prodhuara në Gjermani dhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë formula që ato kanë, sepse ofrojnë një përkujdese profesionale për flokët nëpërmjet shampos edhe balsamit që unë i kam marrë të dyja nga e linja që është linja Leila. Mua personalisht më bën shumë efekt për flokët e mi, duke qenë se dhe motoja e këtyre është që një flok i shëndetshëm nis nga një skalp i shëndetshëm, por normalisht duke i dhënë dhe butësi flokut, duke i dhënë dhe shkëlqim që është shumë i rëndësishëm për mua. Dua që flokët të jenë të buta, të jenë të lehta për t'u stiluar, të jenë të lehta për t'u krehur, duke qenë se kanë flokë të gjatë edhe me kokolipset shumë kollaj, që kështu balsami duhet të jetë goxha i mirë për mua, që të më japi mundësi që t'i kreh kollaj edhe mos më dhem mbi koka, edhe duke qenë se shumë kohë flokët më rrin të lidhura kur jam në punë, nuk është se i mbaj dot lëshuar, që kështu mendoj se ky kombinim është perfekt, është ja, do t'tregoj edhe një herë që t'i keni parasysh kë kam marrë këto. Më pëlqen sepse formula e tyre është e dizajnuar në Gjermani, është pa paraben, gjë që për mua është shumë e rëndësishme, edhe është me një formulë natyrale. Ka dhe një aromë fantastike, sidomos shampoja, për mua është gjëja e preferuar, aroma, nuk di si t'ua përshkruaj, është aromë lulesh, perfekte mund të them, një nga aromat e mia të preferuara. Më dini ju, unë dhe lulet e mia jemi kështu meqi së bashku, nuk ndahemi. Gama Purity Cosmetic ka disa lloj produktesh në bazë të problematikave që ju keni për flokët ose në bazë të flokëve që ju keni. Kaloj një avion edhe bën goxha zhurmë. Si po thoja, gama e Purity Cosmetic është e zgjeruar në bazë të flokëve që ju keni ose problematikave si për shembull rënja e flokëve, flokë me yndyrë, floka çurela. Unë do ua lë në description edhe linkun në Instagram ku ju mund t'i kontaktoni gocat në bazë të problematikave që keni për flokët, edhe ato do t'ju ndihmojnë që të zgjidhni produktet perfekte për juve. Do i keni të gjitha në description tag. Thash, për mua kjo linja, nëse keni flok normal, por skalp pak të thatë, pak problematik, por jo zbokt, sepse për zbokt ka linjë tjetër, sepse unë nuk kam zbokt. Kjo linja është perfekte. Teknologjia që janë ndërtuar është një teknologji moderne dhe me produkte aktive. Thash, për mua kjo bën mrekulli, ja ku është edhe skalpi im, ja ku janë, mos i shikoni se jam bërë për të lyer flokët se duhet i lyej, por thash, skalpi është goxha i pastër, është perfekt, flokët janë të butë, stilimi mban shumë mirë, çfarë mund të kërkosh më tjetër nga flokët.
Të gjitha do i keni në description, do keni edhe tag këtu, mund t'i porosisni si në Gjermani, si në gjithë Europën, në gjithë shtetet, por mund t'i porosisni dhe shumë e rëndësishme në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në Maqedoni. Për mua është 10 nga 10 dhe mendoj se kjo do jetë një nga linjat që unë tash tutje do përdor gjatë gjithë kohës, sepse më vërtet kam gjetur shumë rahat.